Faleminderit që keni ardhur, fytyrat e mia më të dashura në fakt. Faleminderit që më zgjodhe pa u menduar, sepse do të thotë që e pas kam lënë gjurmën, ose jam me vjetra në këtë gjë, në këtë fushë. Në fakt, unë kur komunikuam bashkë, e para gjë që më erdhi në mendje, ishte çfarë është për mua curating. Edhe me një rryra të përkthyeja e fjalën, se qortohem zakonisht që fus fjalë të huaja, por e gjeta shumë thellë në fakt, edhe jo në përkthim. E gjeta në my birthmark, dhe këtë jo për të thënë në anglisht për trend, po sepse pastaj më vonë nga koshienca në fjali e gjeta në anglisht. Në koshienc e kisha që në momenti që ngam lindur, edhe tani data ime për një javë është 55 vjeç ora ime, dhe kështu që e mendoja dhe zërin e nënës time e kisha gjithmonë në kokë që më thoshte kujdesu, kuroje, ki kujdes këtë, bëj kujdes atë, kështu që e mendova dhe e gjeta tamam brenda meje që ishte ndoshta edhe para nënës time. Dhe kur e bëra koshiente këtë, unë ndjeva e kënaqur që vazhdoj të ishte rruga ime për të bërë dhe profesion. Dhe kështu personi im u bashkua me profesionin tim. Dhe më shoqëroi për të gjetur pastaj dhe tani në së fundmi, për të gjetur e dimensionin tim të tretë në kurim, që është dimensioni shpirtëror i të kuruarit. Kur po kërkoja se si ta përkufizoja kurën, sepse ne të gjithë e kemi brenda, mendova që të gjithë vim me këtë mision, për të kuruar atë që jemi. Sepse kemi ardhur të gjithë si të përsosur, si fëmijë të mrekullueshëm, pastaj bëjmë një eksperiencë fizike në këtë centrifugën fizike, edhe përpiqemi që të mbajmë atë që jemi dhe ta gjejmë pastaj në harmoni me universin, mbasi kalojmë në dimensionin tonë të tretë të kurimit. Kështu që perkursi im personal në kurim ka qenë, tash ti më duket i thjesht, sigurisht, por në fillimet e mia ishte ankoshient. Tani është bërë koshient. Në fillimet e mia ishte bezdi nga nëna ime për të mbajtur këmbët mbyllur, për të mbajtur trupin drejt, për të kuruar fjalët, për të mos fol me zë të lartë, për të bërë të gjitha këto që në fillim të mësohen se si të bëhesh më i mirë, më i bukur, pastaj vjen pasqyra dhe ti do që të dukesh bukur me atë që zgjedh dhe të prezantohesh në botë bukur dhe të pranoj bota. Dhe kështu, gjithë ky perkursim i personal u bashkua me perkursin tim profesional. Gjatë ballafaqimeve sigurisht me të gjithë njerëzit që të vinë përballë për ta ndarë këtë eksperiencë tënde personale. Kurën mua ma kanë kërkuar pastaj, pasi e bëra time personale, ma kanë kërkuar njerëzit në formën e profesionit. Edhe e kam shitur fizikisht, sikur se kam shit edhe mend me të. Por në gjysmën e jetës time fillova të bëja pastaj edhe ta lidhja edhe me kurën e brendshme, si thua edhe me
me të brëndshmen time, ta lidhja me fjalët, ta lidhja me çfarë ishte shkenca e kurës. Dhe kjo kërkesë më çoi në New York dhe mbaj mend ditën e parë që yra në leksionin e profesoresës time të dashur, që më mbeti figura e saj vazhdimisht, edhe fjalia e saj e parë, kur hym për ditën e parë në mësim, tha, nuk është e thjeshta të bëhesh kurator imazhi, dhe unë se kisha dëgjuar në fakt në Shqipëri sepse se ekzistonte si profesion. Njerëzit tha në fillim do të shohin ty nga kokat e këmbët, dhe pastaj do shohin veten dhe pastaj do kenë një çik si siklet nga ty, do më thonë se do t'i gjykosh. Po t'ishte Lori, po është Eva këtu që më njeh nga fëmiria, një shoqja ime edhe një motra ime që pa ashtu quhen Lori, do dinin që do ishin të bezdisura dhe kanë qenë të bezdisura nga unë, kur ju rregulloja gjithashtu dhe Rudina më vonë, kur ju rregulloja ripin, kur ju rregulloja fjongon, kur ju ktheja mbrapa fustanin që kishin bërë pisë, dhe ishin gjithmonë të bezdisura. Dhe më kujtua në momentin kur hyra në leksion dhe zysha ime tha, ju do jeni gjithmonë jo të mirëpritur plotësisht, por dhe kjo ndodhi jo vetëm kur njerëzit ma kërkonin dhe pastaj edhe refuzonin ndonjëherë. Kur punohem në Klan, mbas New Yorkut, ishte shumë e fortë, kjo dhe Stella e di më mirë, të gjitha staret që e kishin kuruar veten e tyre në dimensionet e veta personale, më kishin zgjedhur mua aty që të kuroja imazhin. Mirë, po kur aty u pash që imazhi duhet të vinte i kuruar shumë mirë me të brëndshmen tënde personale. Dhe aty merr një dimension më të thellë, dhe aty merr atë që jam dakord me ChatGPT-n që e pyeta, edhe më tha, kura është një moment ku bashkohet harmonia mes asaj që zgjedh dhe asaj që bën, me atë që ti do të prezantohesh në botë. Dhe kjo ishte ajo që unë doja pa për kufizimin e ChatGPT-s të bëja në Klan, atë që po bëja në mënyrë të natyrshme dhe që rridhte tek unë, të bashkoheshin bashkë, e brëndshmja dhe e jashtmja si një harmoni. Dhe kuptoja shumë qartë që një figurë e bukur, stari, nuk mund të rinte, një përmbajtje e bukur e një personazhi, nuk mund të rinte në një të jashtme. Nuk mund të rinte në një të jashtme jo të bukur. Kështu që do vinin se s'bën bashkë. Dhe do thyeshin shumë mentalitete që të kësaj gepi, ku njerëzit të këtij si thua forme të edukuari, që kush është i kuruar dhe kush është i bukur merret shumë dhe nuk ka një përmbajtje shumë të bukur. Në fakt jo. Ti kur arrin vërtet të shkosh thellë në përmbajtjen tënde, je në gjendje shumë thjesht ta sjellësh atë po aq bukur në harmoni. Në këtë dynja kemi ardhur të përsosur si fëmijë dhe pastaj bëjmë eksperiencat tona për ta rigjetur përsëri atë harmoninë që ndoshta humbim dhe rigjejmë. Kështu që gjatë procesit tim, se më mirë është të flasësh për veten, sa herë përpiqem që të flas me fjalë të mëdha nga të tjerët, se si kam përkufizuar, më duken gjithmonë më falso se sa eksperienca ime personale. Kështu që e kam bërë atë që them edhe më duket më që zëvend edhe ri më mirë. Mbasi përfundova eksperiencën në Klan, që ishte shumë e bukur, sepse aty ballafaqohesh me një nivel që shkon një çik më larg tek ego. Një nivel që shkon një çik më larg tek ajo që do të vendoset si model shoqëror. Dhe pastaj ti i shef nga brenda dhe thua,
si janë këto bashkë, rinë mirë, dhe të gjitha këto personazhe, një katalog personazhesh, kupton se sa bukur bashkohen këto të dyja. Dhe aty kuptova që të kurosh, kurejt, me që vendosëm ta flasin në anglisht, ishte një krijim. Sepse shumë njerëz nuk janë dakord me këtë, se krijimi ju duket një pikturë, krijimi ju duket një vepër e madhe arti, krijimi ju duket një libër, krijimi ju duket një fëmijë që sjell në jetë, domethënë. Por unë e gjeta kurimin si një krijim, sepse të mblidhje të brendshme dhe të jashtme bashk, të mblidhje pjesëza dhe të bëja ato harmoni, nuk kishte krijim më të vërtetë dhe më të bukur. Kjo ndodh në të përgjithshmen, kjo ndodh edhe në personalen tënde. Kur ti mbledh copëzat e tua dhe ato i vën harmoni, është po aq krijim. Kur ti mbledh jashtë edhe i vë bashkë, është po aq krijim. Bile kur po lexoja, lexova në fund se dikush e quante edhe kompozim. Dhe në fakt më kujtua një që do ta lidh, më korrigjo, sepse nuk pata kohë ta searchja dhe të isha e sigurt, një film i Sorrentinos, Youth, personazhi kryesor që luante rolin kryesor është Michael Caine, ai anglezi që është gjithmonë si plak, edhe si i mençur, edhe pse s'është i bukur, por jo për këtë. Në fund të filmit, ky ishte një kondutor shumë i famshëm gjatë gjithë jetës vet dhe shumë i njohur. Dhe në fund të filmit del në natyrë edhe dirigjon natyrën. Edhe aty i tha vetes që çfarë kam bërë të rjetën, domethënë. Kjo harmonia që kam kërkuar në të gjitha veglat muzikore është këtu, te zoq, te era, te kjo, domethënë po më ka mbetur në mendje, impressed kjo gjë. Ja thash, wow, kjo harmonia është vërtet një kompozim, është vërtet një dirigjim, është vërtet të jesh një kondutor. Në fillim nuk ma jepte këtë satisfaksion Vera Grabocka në Klan, por pastaj ma dha kur unë ika. Tha, wow, më tha mua, ti ishe kompozitori i skenës, tha. Unë tha, nuk doja të ta jepja këtë rol, tha, se jam unë regjisorja, po ti tha më kompozoja atë, tha që ma bëje më harmonike dhe atë që kisha unë në kokë. Kështu edhe Michael Caine, mbasi u bëj personazhi, dirigjoi atë që ai ishte dhe që kishte bërë fizikisht gjatë gjithë jetës. Prandaj dhe jam shumë e lumtur, edhe jam shumë e kënaqur ta ndaj me ju, po më përpara ta shoh tek vetja ime, edhe tani që bëj 55 vjeç për pak ditë, të dal para pasqyrës, edhe të mos kem frikë nga pasqyra, po të më pëlqej pasqyra. Ti them pasqyrës që pasqyrë, s'kam nevojë të thuash se kush është e bukur. Sepse nuk kam më frikë nga ty, sepse e kam kuruar veten time. Nuk e kam lënë atë dhuratën që të deformohet. Nuk e kam lënë atë dhuratën që më është dhënë të iki pa u vënë re. Por kjo nuk më bën krenare. Kjo më bën të kënaqur, por nuk më bën krenare, sepse do isha krenare të zhvilloja gjëra që nuk janë dhurata. Unë jam e fat sepse kam ndjekur këtë dhuratë timen personale. Të gjithë kemi ndjekur dhuratat tona personale, se janë eksperienca që kemi zgjedhur në këtë jetë. Por unë nuk jam krenare për këtë. Këtë e kam zhvilluar edhe ka rjedhur dhe jam e ripërsëris jam me fat. Sepse të gjithë zgjedhim të kurojmë diçka. Do doja të isha proud, krenare për gjërat që i kam më të vështira për të bërë. Dhe e them këtë sepse në kurim, njerëzit mendojnë që është ata që nuk e bëjnë këtë që kam bërë unë, mendojnë që është e vështirë ta bësh. Ndërkohë, asgjë që ti
trajnon, nuk bëhet e vështirë. Çdo gjë që ti trajnon, bëhet e thjeshtë. Dhe aty ti ndjesh proud, sepse ke trajnuar një gjë edhe është bërë paqe mirë sa dhe ajo që është gifted, që është dhuratë. Unë dhuratën e bëra profesion edhe konsiderova atë dhuratë. Por të gjithë dhe vazhdimisht kemi të gjithë nga një dhuratë tjetër që duhet ta trajnojmë që të bëhet po aq dhuratë sa të tjerat, të ketë të njëjtën vlerë. Në kontekstin se në pikat që më dërgoi Gone për të folur për kurimin, ishin edhe kurimi lokal edhe kurimi global. Në kurimin global është po njësoj si dhe në kurimin personal, sepse çdo gjë për mendimin tim vjen nga personi dhe pastaj ndahet dhe pastaj zgjerohet edhe bëhet lokale dhe pastaj bëhet edhe më shumë globale. Në kurimin lokal është mbledhja dhe prezervimi, mbajtja e vlerave më të mira, siç i mban tek vetja, ashtu i mban edhe në nivel lokal. Dhe po e njëjta është edhe në nivel global. Por për të thënë edhe për aktualitetin në nivel lokal, duke mbajtur më të mirën që ke me autenticitet dhe duke ja prezantuar këtë botës, është më mira e asaj që ti ke situr edhe ke sjell, domethënë. Dhe kjo mbetet, kur mbetet e kuruar, mbetet e përzgjedhur, është e qëllimshme, është e sjell në vëmendjen e të tërëve, kjo është kura lokale për mendimin tim. Dhe e njëjta gjë edhe kura globale, kur kjo kurë lokale ka aty brenda ndjeshmëri, kur aty brenda ka përzgjedhjen më të mirë të lokales, bëhet, merret, transmetohet, mbetet, trashëgohet. Kështu që për mua, kura nuk është i shoku im këtu që gjithmonë më tallte, thoshte, ti e imazhit, ti e të jashtmes. Edhe kur më njohu me kohë, pastaj kuptoj që nuk ishte ashtu, e bindej që nuk ishte ashtu, dhe thonë kërkoj falje që s'është, se do donte të ishte si dëshmitar i njohjes të bashkimit të këtyre dy elementëve, të brendshmes edhe të jashtmes. Shpeshherë harojmë, sepse kur futesh në centrifugën e jetës edhe të eksperiencës, e humbet nga ndonjëherë qendrën tënde me xhirot e shpejta. Edhe kura për veten të kujton, ose ajo pasqyraj që ti s'ke më frikë, të kujton të kthehesh tek ai që je, esenca, ose kujton të kthehesh te ajo që ke nisur të bësh, te ajo eksperiencë që ke nisur të elevosh, të formosh, të zgjedhësh, ta bësh më të mirën tënde. Dhe mua më duket edhe sikur realiteti që jetojmë sot, që duket të jetë një circle, është pikërisht kjo haresa e asaj ku ti nisesh. Je nisur për diçka të bukur edhe ke haruar ta kurosh atë. Ke haruar të shohësh veten në pasqyrë. Ke haruar të flasësh tamam me këtë dhe e haron dhe njerëzit ta kujtojnë. Protesta po ta kujton. Ku je nisur dhe çfarë po bën. Në nivel personal, në nivel lokal edhe në nivel global. Ta mbyll, besoj. Dhe dua ta mbyll me tamam me dimensionin tim tani, me nivelin personal, sepse kurimi si folje është veprim edhe ajo që tham për zgjedhje, kompozim, të gjitha çfarë thash në nivelin fizik, por mua më pëlqen shumë ta bashkoj me nivelin shpirtëror, sepse në atë moment ndjehem tani dhe atë tren është treni ndoshta i fundit që merr, po dhe për 55 vjet të tjera, shpresoj.
Ja, gjatë, jo. Kura për mua në nivelin shpirtëror është të kthehesh përsëri në qendrën tënde, që se ke humbur. Të kthehesh në atë harmoninë e Michael Caine, që është harmonia universale. Dhe nuk është një kurë e thjeshtë, sepse gjatë gjithë kësaj periudhe kisha syt për të parë jashtë, për të parë në pasqyrë, kurse në këtë periudhë duhet syt t'i kthej brenda edhe të shoh në pasqyrat e mia të brendshme, që duken të padukshme, po janë aty brenda. Kështu që kura në këtë moment për mua është të kthehem në thelbin tim. Faleminderit. Shumë faleminderit.